Okej, besoj se tashmë jemi në transmetim nga kryeqyteti, ku sot kemi një eveniment sportiv tjetër, ku kombëtarja janë lozë kundër Izraelit për ligën e kombeve. Dy momente, sapo të shpërndaj pak linkun. Sot jemi në 10 qershor 2022 dhe temperatura këtu në kryeqytet aktualisht është 24 gradë Celsius. Okej, tashmë e kemi stabilizuar të gjitha. Mirë miqtë e mi, atëherë ju përshëndes nga kryeqyteti, ku kam ardhur për t'ju dhënë disa pamje, disa imazhe nga kryeqyteti, sepse kemi një eveniment sportiv të rëndësishëm për kombëtaren tonë, siç është ndeshja e sotshme mes Shqipërisë dhe Izraelit. Në fakt, transmetimi ynë është programuar një live streaming, është programuar rreth orës 18, por do dëshiroja që të bëj disa pamje me parë, me këtë live stream që sapo kam hapur, duke ju pasqyruar pamjet e drejtpërdrejta nga kryeqyteti, sepse edhe ju ka munguar së fundmi në transmetime direkte, ndaj pse jo, thash të futem pak minuta dhe më pas të presim orarin e programuar për transmetim, siç është ora 18:00. Temperatura 24 gradë, do të thënë që është pak si zagushi, është një temperaturë edhe freskët, por edhe pak bezdishme me pjesën e reve që janë sipër, sepse këto sjellin edhe një farë zagoshiu që të bezdis deri diku, por gjithsesi të paktën nuk është temperatura djegëse që ishte para pak ditëve këtu në kryeqytet. Mirë, atëherë jemi këtu në qendër, afër sheshit Skënderbej, ku kryeqyteti duket fare i qetë, me lëvizje normale të qytetarëve në shesh. Herë ka patur edhe rreshjet shumë të vogla të shiut, disa pika shiu mund të them. Gjithsesi jemi të përgatitur me çadër, edhe nëse do të bjerë shi, thjesht do të paksoj qytetarët që shëtisin tu shesh, por ne do të jemi në transmetim direkt për të përcjellë emocionet parandeshjes së ligës e cila zhvillohet mes Shqipërisë dhe Izraelit sot këtu në Air Albania Stadium. Prap ka sport, po Marli, ka prap sport. Nuk është ndonjë ndeshje që shoh që ka ndonjë interes të madh, siç ishte ajo e datës 25 mes Romës dhe Feyenoord. Pra të paktën këtë shikoj nga qarkullimi i njerëzve këtu në shesh ose në shëndetare të ndryshme të kryeqytetit. Por gjithsesi për kombëtaren tonë është një ndeshje e cila duhet fituar patjetër.
Mirë, pra miqtë e mi, atëherë përshëndes të gjithëve. Vazhdojmë transmetimin duke pasiruar pamjet direkte nga kryeqyteti. Kryeqyteti duket i gjelbëruar, të paktën në këtë zonë që po shfaqim aktualisht. Është stina pothuajse më e bukur në fakt. Aktualisht ndodhem për afër bashkisë, në krahun tim të majt, është edhe Bashkia e Tiranës. Pra kjo është godina e bashkisë. Së fundmi në Karizërenit janë 2 reportazhe që janë shumë të bukur në fakt, ku tregohet pothuajse me detaje pjesa kulturore, historike dhe trashëgimia e këtyre qyteteve. Ndaj ata që nuk e kanë ndjekur mund ta ndjekin, mund të ndjekin këto 2 video. Gjithashtu kam bërë reportazh edhe për Diprën. Ndoshta ata që na ndjekin rregullisht i kanë parë këto video, të cilat gjenden në kanal. Trafiku këtu në kryeqytet nuk mund të them që shumë kjo zonë këtu është zona më intensive për sa i përket qarkullimit të automjeteve, sepse është qendra, pra është zona ku kalojnë të gjithë automjetet, ku pas shpërndahen në rrugët e ndryshme të kryeqytetit. Kjo është pjesa e pasme e këtij sheshit qendror, ku ndodhet edhe monumenti i Gjergj Skënderbeut. Tashmë jemi drejtuar bulevardit të Dëshmorëve të Kombit. Nuk e di se sa do të ketë lëvizje më vonë, por të shohim se si do të jetë interesi për ndeshjen e Ligës së Kampionëve mes Shqipërisë dhe Izraelit. Sipas lajmeve ose informacioneve që kam lexuar ose kam dëgjuar, numri i biletave të shitura është rreth 13.000. Gjë që tregon që ka një farë interesi. Por gjithsesi, e thash edhe pak më parë, nuk është se është në një ndeshje shumë e bujshme, siç ishte ndeshja e pak viteve më parë. Në disa akse të kryeqytetit ka patur dhe bllokime rruge, sepse policia rrugore, si mund të them, ka marrë masa që mos ketë
shumë dyndje të automjeteve prej këtij evenimenti që zhvillohet sot këtu. Gjithsesi shoh që trafiku është deri diku normal. Imagjinojeni pamjet që kemi shfaqur në ndeshjen Roma Feyenoord, për t'i krahasuar me këto që shohim sot, nuk ka as pak lidhje, sepse kjo zonë këtu ishte pothuajse e bllokuar totalisht nga tifozë, siç është edhe pedonalja e Tiranës. Tashme do t'ju bëj një panoram të pamjeve direkte nga bulevardi Dëshmorët e Kombit. Do të mundohem t'i afrohem me aq sa do mundem pjesës së stadiumit. Shpresoj që mos kemi rreshjet të shiut, sepse mund të them që është pothuajse gati shiu për të filluar. Është parku në qendër të Tiranës, parku Rinia. Kemi bërë disa herë video këtu në këtë park. Duket fare i gjelbëruar. Tërë kjo zona ka një pamje shumë bukur në fakt, ku dominon gjelbërimi, dominon ngjyra e gjelbërt. Në pjesën ballore tashmë kemi edhe reja, një instalacion ku shpeshherë muzikant ose instrumentist ndryshëm zhvillojnë edhe koncerte të vogla aty, në pjesën ballore pra, ku duket ai instalacion aty. Disa informacionet të vogla përsa i përket biletave. Biletat fillojnë në pjesën e pasportave. Fillojnë me çmimin 750 lekë, që i bie afërsisht 6 euro. Një çmim mund të them që deri diku është i arsyeshëm, duke llogaritur ndeshjet e tjera që janë zhvilluar në Air Albania, që kanë patur çmime shumë të kripura, por në këtë rast sipas nivelit të ndeshjeve veprohet dhe me çmimet. Pra, biletat fillojnë nga 750 lekë, po e them dhe me euro për ata që janë në ndjekin nga jashtë, në fakt, për të krijuar një ide më të qartë. Më pas në pjesën ballore kushtojnë rreth 2000 lekë, që i bie pak a shumë 2000 lekë të reja,
afërsisht rreth 16 euro, 17 euro, diçka të tillë. Ndërsa në pjesën e tribunës, në pjesën më të mirë të mundshme në këtë stadium, biletet janë shitur rreth 3.000 lekë të reja, që i bie pak a shumë rreth 25 euro, mund të them. Në pjesën ballore 3.000 lekë, ndërsa në pjesën e tribunës janë shitur edhe 10.000 lekë të reja, që i bie rreth 80 euro. Pra tribuna rreth 80 euro afërsisht. Ndërsa në pjesët ballore të stadiumit janë shitur nga 20 deri në 30.000 lekë tjetra, që i bie 16 euro dhe 25 euro. Pra janë kategorizuar në 4 kategori të ndryshme të biletat. 6 euro, 16 euro, 25 euro dhe çmimi maksimal është rreth 80 euro. Ndërkohë që shitësit e simboleve kombëtare, fanellave, kapelave me simbolet tona kombëtare kanë ditën e tyre ku shesin produkte për futbollin, për ndeshjet, për ata që janë adhurues ose persona që e ndjekin rregullisht kombëtaren ton, gjithmonë blejnë diçka me këto aksesorë. Disfavori më i madh do të ishte vetëm mos ketë rreshje të shiut, kjo do të ishte pjesa më e pafavorshme për tifozët, për sportdashësit. Ja ku kemi disa nga këto artikuj. Mirë, atëherë po i hedhi si komenteve, sepse deri tani jam munduar që t'jap informacione të ndryshme, ndërsa tashmë po shoh edhe një pjesë të komenteve nga komentuesit këtu në faqe. Alberto, do të shkosh në stadium, thotë Indriti, do të afrohem afër stadiumit Indrit, jo në brendësi, si gjithmonë. Unë transmetoj pjesën jashtë stadiumit, pra emocionet e jashtë stadiumit Air Albania. Indrit Grabolli, nuk do të postosh linke, sepse nuk lejohen linket. Syre Qalliu thot, aq dobët sa ishi me Islandën, këta s'kan as shans, thot. Syro më të vogël për barazim e jo më të fitojnë me Izraelin. Nëse nuk i dihet kurrë, s'mund të themi kurrë fitore e Albania, thot Syro. Syro maj dire maj. Mirë, po plan high definition, thot. Nuk e jep planin ndeshjen, sepse ndeshjet plani me stadium kanë ndeshjet që zhvillohen brenda kombëtares tonë këtu. Por sot ndeshjen me stadium e jep Super Sport dhe platformat digital. Dje ka patur rreshje shumë të mëdha të shiut, ku e tërë ke pjesa këtu ka qenë mbuluar me ujë, sidomos pjesa afër pallatit me shigjeta. Ku ndodhet edhe kompleksi Deli Orgji, ka qenë pothuajse e mbushur tepërtej me ujë. Fatmirësisht sot e shohim lumin lana fare normal. Tirana Metropol Europian, thot Agim Jashari. Shqiptari Life komento korrekt.
sepse I kam lexuar dhe komentet më parshme, kështu që do të ishte mirë që të sillej komente sa më korrekte me personat e tjerë, por edhe me transmetimin direkt këtu. Kanë filluar disa pika shiu tashmë. Atëherë, nëse I lexoni edhe komentet e robotit, jemi korrekt, me transmetimin drejt për drejt, me komente, sepse komentet I lexojnë shumë njerëz. Nuk dua as pak këtë keq kuptime mes komentuesve dhe personave që na ndjekin direkt, kështu që sa më pozitiv në chat. Do të ishte gjë e mirë nëse I jepni një like I transmetimit direkt, ose nëse shpërndani këtë transmetim. Siç mund ta shohim, duke ofruar dhe orari I ndeshjes, trafiku po fillon të jetë më intensiv. Tashmë duket që trafiku është disi më I rënduar në krahasim me disa minuta më parë. Besoj se kombëtarja janë sot do të arrijë fitoren. Shpresoj shumë për këtë gjë. Tashmë shiu filloi të jetë më intensiv. Me sa duket do të kemi një pasdite me shi sot këtu në kryeqytet. Shpresoj që në minutat në vazhdim të hapet koha, të paktën deri në momentin e futjes së tifozëve në stadium, të kemi kohë të mirë. Nuk kemi shumë larg stadiumit aktualisht, ja ku duket edhe kulla, e cila na orienton me distancën sa larg jemi nga stadiumi.
Sfaruar mund të filloj futja tifozëve, të them të drejtën nuk mund të jem do t'i sakt për orarin se kur fillon futja, por zakonisht ka filluar rreth orës 18 ku kam patur evenimentet të mëdha, ndërsa sot ndoshta mund të filloj në orën 18, por duke menduar dhe numrin e biletave që janë afërsisht rreth 13.000, besoj se mund të filloj edhe pak më vonë futja tifozëve në arenë. Pra në fushën në stadium, besoj se do të jetë ora ndoshta 18:30. Për shembull në ndeshjen e Roma Feyenoord, ka filluar hyrja e tifozëve në stadium fiks në orën 18, sepse ishin pothuajse biletat të gjitha të shitura dhe numri i shikuesve, i ndjekësve ishte shumë i lartë, ndaj edhe kërkonte më tepër kohë. Nuk e di se sa dhe çfarë ore do të jetë saktësisht futja në stadium, por besoj se do të jetë rreth orës 18:30. Federata ka thënë se do të ketë rreth 19.000 tifoz. Ndoshta nuk marr dot vërtetësinë 100% se sa tifoz janë sot, por paktën nga mediat që kanë dëgjuar, numri dje ishte 11.000, ndërsa për sot dëgjova që ishin rreth 13.000 bileta të shiu filloi të jetë më intensiv, do të duhet të përdor çadrën tashmë. Nxitoj pak të kaloj në anën tjetër. Në 19.000 tifoz janë pak. Nëse do të kishte 19.000 tifoz, do të ishte një numër shumë i mirë, duke menduar që kapaciteti është rreth 21.500 i stadiumit. Ndërkohë po vendos pak kamerën këtu për të bërë gati çadrën, se do të duhet të përdor çadrën. Fatmirësisht e mora çadrën me vete sepse shiu ishte vërdall. Okej. Prezenca shiu do të na vërtetësoj pak mënyrën e lëvizjes ose mënyrën e transmetimit, sepse do të duhet që një dorë ta kem të bllokuar me çadrën. Gjithsesi do të duhet të transmetoj, kështu që do të jemi në transmetim bashkë, pavarësisht kushteve pak të vështira që mund të kem unë gjatë transmetimit. Mirë. Kemi edhe një bunker këtu, i cili ruhet në formë instalacioni që simbolizon sistemin komunist, afër kryeministrisë, afër selisë së kuvendit. Ka patur rreshje breshëri edhe rrufet forta edhe këtu në Shqipëri në fakt këto ditë. Kështu që edhe ka patur dëme në fakt, nësa dëgjuam edhe nga mediat, një familje në Malsinë e Madhe ka rënë rrufeja edhe në një shtëpi ku ka patur edhe një humbje jete, faktikisht. Pra kanë qenë shira të fortë. Mos flasim pastaj për të mbjellat që ka patur edhe dëme.
Ky është një park këtu, ku mendoj se parku është lënë pas dore. Ka shumë ndër. Numri i tifozëve izraelit do të jetë modest, për aq sa kam arritur të marr informacione nga mediat. Kombëtarës tonë i duhet patjetër një fitore në fakt për të renditur e para në grup. Është shumë e rëndësishme kjo ndeshje. Është një shi i imët, por gjithsesi pak i bezdisur në fakt, sepse pushon, fillon prap, rifillon. Ndërkohë që vjen dhe Miane Kanani, Parisi i bukur. Siç duket dhe nga pamjet, nuk është se kemi shumë njerëz, por do t'i afrohemi stadiumit dhe besoj se aty duhet të ketë më shumë lëvizje. Gjithmonë shqiptarët përdorin Boria akoma. Sa po hapet semafori, Boriat direkt. I shkreti para mezi po fuste marshin. Shqiptari Boris. Ja ku kemi dhe një zonë të bllokuar për automjetet. Do të kaloj në anën tjetër, po pres hapet semafori për qytetarët në lëvizje. Ndërkohë që shiu pothuajse pushoi, do të duhet përsëri të mbyll çadrën dhe ta vendos në çantë. Ju përshëndes nga Gjermania, Andri, përshëndes dhe unë Andri. Pamje direkte nga kryeqyteti shqiptar, nga Tirana. Gjergji thotë shqiptare e blen biletën 80 euro dhe ankord për rritjen e çmimit të naftës. S'ka shumë logjik kjo si raport, duhet krahasuar një tifoz, një art dashës me çmimin e naftës. Nuk mendoj se qëndron si koment. Atëherë i bie që mos ekzistoshin fare stadiumet, sipas këtij komenti, mos ekzistoshin as baret, as restorantet. Kështu që nëse do kursej kaq shumë, do ishte gjë e mirë, por nuk besoj se ka lidhje shumë komenti. Në Gjermani, thot Andri, kur i bie dikush Boris, të ndalon policia. Por normalisht që duhet ndaloj diçka shumë me ullët për mendimin tim. Sa u hap semafori, tjetri ra Boris duke shqetësuar edhe kalimtarët. Ja, u kemi disa foto. U kemi edhe spikat foto e herojt tonë kombëtar, Gjergj Kastell Skënderbeu, heroi i kombit shqiptar.
Por kemi edhe hartat Shqipërisë së Madhe, një farë galerie mund të them, burrë dhe grua, nga treva etnologjike e Kelmendit, pra veshjet e Veriut, ndërsa kjo këtu është veshje e Shqipërisë mesme, ajo është e Lasanit në qendër. Para shumë kemi nga gjitha krahinat piktura ose fotot ndryshme me veshjet karakteristike shqiptare, por edhe gjëra të tjera në formën e fotografisë, që janë mitet dhe legjendat e ndryshme. Mëra në sy kjo e Mirditës, më pëlqen shumë kjo si veshje, në fakt, cili është qyteti që duhet të zhvillohet me shumë sipas teje, që duhet zhvillohet, unë them që duhet zhvillohet gjithë Shqipëria. Ndërsa që është zhvilluar është pyetje tjetër pastaj. Mendoj se është zhvilluar shumë kryeqyteti, Vlora, por edhe qytete tjera, siç është pak a shumë jugu, mendoj se është zhvilluar më shumë. Më shumë është zhvilluar jugu, sipas mendimit tim personal. Duke mos lëm pa përmendur edhe Veriun, por mendoj se jugu. Bravo Albert, të lumt, thot Mihana Kananit, përshëndes. Jam vendosur të gjitha këtu tek gardi i presidencës. Pra, në pjesën ballore kemi presidencën, ndërsa këto foto janë vendosur këtu para. Ndërkohë pa çadrën përsëri sepse filloi përsëri shiu. Mirë. Atëherë, dal nga dal, po ja afrohem pjesës stadiumit. Albanier bën një pyetje. Albert thotë, çfarë i kanë bë kopshtit zoologjik, a ekziston më? Po, unë nuk kam qenë, por me sa kam vënë re, aty është rregulluar, si mund të them, ose transformuar kopshti zoologjik. Në fakt kisha planifikuar që bëj një video aty, por do ta shohim shumë shpejt videon nga kopshti zoologjik. Elion Peci. Me sa duket këtu do të kemi një eveniment që nuk besoj se ka lidhje me evenimentin e sotshëm, siç është ndeshja mes Shqipërisë dhe Izraelit. Born Free është simbolika që lexoj në banerat e vendosur. Indrit Grabolli do e jap planin ndeshje, nuk besoj Indrit, këtë ndeshje ka Super Sport dhe Digital. Gjergji Meta thot ke pasur ndonjëherë nga emisionet për t'i transmetuar reportazhet në ekran. Po, ekran është edhe ky Gjergji, pra ekrani im media është. Është një media e lirë, sepse nëse do t'i çoj diku, këto materiale nuk janë më të mijat, kështu që në këtë kanal unë kam një media ku shpalos gjithçka reale. Pse do t'i çoj diku tjetër kur i kam të mijat materialet ose reportazhet. Por nuk është se kam patur ndonjë kontakt, përveç se agjensive turistike që shpeshherë më kërkojnë materiale, sepse ju i keni vënë re që unë kam shkuar pothuajse në të gjithë Shqipërinë. Këto agjensi shpeshherë më kontaktojnë për të marrë materiale.
Pra si që mund ta lexoni, simbolet emojit ose gërmat e mëdha nuk lejohen transmetim të drejtpërdrejt. Mirë, tashmë ndodhemi në pjesën ballore të stadiumit. Është pak shpejt, mund të them, dhe nuk ka shumë tifoz, por besoj se rreth orës 18:30, 19, kjo pjesë këtu do të jetë e mbushur. Jo e mbushur, por për personat që nuk do të kenë bilet, mendoj se nuk do të futen dot as në këtë zonë ku jam futur unë aktualisht. Faleminderit Miane Kanani për komentin. X person thot kur mbyll live streamin, po se ditë shohim deri kur do të na mbajnë këmbët. Mirë, kjo është edhe pjesa e kullës, e shumë përfolur këtu në stadium. Mirë miq, atëherë këto janë pamjet direkte, ende pa filluar ndeshja, ose më sakt jemi pothuajse 4 orë para se të fillojë ndeshja, kështu që këto janë pamjet drejtpërdrejta, ku shohim që stadiumi duket fare I qetë në pjesën e jashtme të tij. Hajde një herë në Gjermani, po pse jo do të vi. Pjesa e Europës do të jetë projekti im I radhës. Pra, pothuajse të gjitha kryeqytetet ose shtetet kryesore europiane do të shfaqen këtu në këtë kanal. Për këtë gjë ju garantoj në fakt, sepse këtë vit nuk arrita dot që televizja, për arsye se do të duhet të mbyll shumë punë që I kam pa mbyllur ende këtu. Po Alberta ke çadër me vete, normalisht që kam. Ku do të shkoja pa këtë çadër? Në Berlin, thot duhet të shkosh, thot Andri. Nuk diskutohet, të vish në Gjermani, mos vish në Berlin. Berlini, Vjena, ose disa qytete tjera europiane do t'i transmetoj këtu në kanal. Nëse vjen Paris, thot Mihane Kanani, Parisi do t'jetë pothuajse qyteti I parë. Është kryeqyteti I Europës, kështu që se nuk po themi të botës, por paktën kryeqyteti I Europës është Parisi, kështu që ai do të jetë qyteti I parë që do të transmetoj këtu. Berlini ka më shumë banor se sa e gjithë Shqipëria. Normal. Sa del ndeshja sot, Elioni, parashikoj fitore sot, parashikoj fitore 2-1 për Shqipërinë ose 2-0. Ja këtu do t'jemi, më shkruani pastaj në live streamet e tjera ose në komentin e këtij transmetimi. Më shkruani, shikojeni rezultatin. E parashikoj 2-0 ose 2-1, por më shumë qëndroj tek 2-1-shi. Shumë bukur, thot Tirana, kam 3 vjet pa shkuar. Po pra pikërisht ky ishte dhe qëllimi që unë u futa herët në transmetim për të shfaqur dhe kryeqytetin pothuajse në një ditë normale, sepse pa filluar evenimenti, kjo është një ditë normale e kryeqytetit.
Sa më shumë gola për Shqipërinë, aq më mirë, nuk ka nevojë për shumë gola, thjesht një rezultat 1-0 mjafton. Pas ke vu Toni zi, unë nuk ve s'ke dina asnjëherë, as se kam iden fare se si vihet, por thjesht po duhet motivoj pak veten, motivoj dhe ndjekësit këtu, por sipas parashikimit tim, Kombëtare do të fitoj sot. Toni zi nuk kam vu bilet fare, nuk kam vu asaj s'ke din. Po nuk do të ishte keq, jo. Sepse e kam shumë bindje që ekipi do të fitoj sot. Toni, të përshëndes Toni, pa tjetër pse jo. Mendoj se jemi ende shpejt për të transmetuar këtu nga stadiumi. Do të rilidhemi bashkë në orën 18:00 në transmetim direkt. Ai është live streami i programuar për sot, me rastin e këtij evenimenti sportiv, siç është ndeshja mes Shqipërisë dhe Izraelit. Është pak e vështirë të transmetoj sepse në një dorë kam çadrën dhe duhet her pas here të përdor dhe planin këndgjër, siç është ky kënd këtu, që më pëlqen më shumë i pamja e stadiumit. Air Albania Stadium. Do të pëlqente nëse do të kishte emrin Arena Kombëtare, në fakt. Por gjithsesi bukur është edhe Air Albania Stadium. Ka pluhur Tirana, po plera shishe ja kazanët, po spitali mjekësi ka Tirana, po shërbime. Me sa duket kemi dikë që po reagon në formë mini proteste, mund të them. Nuk ka po normal që i ka Tirana, i ka gjitha. Ja, çfarë shikon direkt, këto ka. Me kë luajti Kosova. Kosova humbi. S'po më kujtohet ekipi që lozi Kosova, por humbi. Në fakt ishte një ekip jo shumë i dëgjuar. Por kishte humbur Kosova. I ka të gjitha Tirana. Normal që i ka të gjitha. Edhe të mirat, edhe të këqijat. Nëse po flasim që Tirana është Paris, është një kryeqytet modest këtu në mes të Europës, me shumë problematika. Kosova ka luajtur me Irlandën dhe ka fituar 3-2. Jo, e gabim. Ndoshta, nuk është se jam tifoz, ndoshta gabohem. Unë dëgjova që humbi ekipi kosovar, gjithsesi ata që e ndjekin futbollin mund t'japin përgjigje më të sakta. Luajti mbrëm, thot Mr. Albi, po sa doli Mr. Albi, o gazetar, s'pas ka informata. Nuk jam gazetar, o shoku. Dikosh thot humbi, dikosh thot fitoj, hajde merre vesh. Ky është edhe televizioni publik shqiptar, radio televizioni shqiptar. Ka patur një tabel këtu para, por nuk e shoh. Fitoi 3-2, thot Kosova, mbrëm me Irlandën e Veriut. Tani Kosova ka lozë me Irlandën apo me Greqinë, apo me të dyja një herë është mbrëm. Se s'po e marr vesh fare, disa thonë
Humbi me Greqinë, disa tjerë thonë të fitoj me Irlandën, hajde merre vesh. Humbi me Greqinë dhe fitoj me Irlandën, okej. Domethënë kanë qenë dy ndeshje shumë afër njëra tjetrës. Kapetanit përshëndes, mirë se erdhe. Jemi afër ambasadës italiane, cila ndodhet në pjesën e majt. Nga ku duket pak, ambasada italiane cila ndodhet përballë godinës së radio televizionit publik shqiptar. Kjo është zona ku ndodhet dhe radio, por edhe televizioni publik shqiptar. Do jesh brenda në stadium? Jo, do jem tek pjesa jashtë e stadiumit. Tashmë bllokuar edhe semafori, duhet presim pak sekonda këtu. Shumë e kanë dëgjuar këtë gabimin e gjimshitit, në fakt. Nuk e di se sa e gabuar ishte lëvizja e tij, sepse nuk është se e ndjek shumë futbollin, por e kam parë shumë këtë në komentet e sotshme. Nëse duket tashme mund të kalojmë në anën tjetër. Forcat e rendit i afrohen stadiumit. Ku me sa kam dëgjuar, janë rreth 1300 forca sot që do t'jenë aktiv afër stadiumit, por dhe në disa rrugë kryesore të kryeqytetit në mbarvajtje të këtij eventi sportiv. Urime Kosovës, 3-2 për fitoren. Shpresoj që të fitoj edhe ekipi shqiptar sot, Shqipëria kundrejt Izraelit. Është lëvizja e automjeteve këtu në kryeqytet. Aktualisht. Në disa zona nuk ka semafor, duhet merresh vesh me shoferin në distancë, të kaluar. Nesër është Gjermania me Hungarinë. Sot Andri. Nuk jam me asnjë Andri, jam me italianët. Me italianë që nuk do t'i shohim në kampionatin botëror.
fatkeqësisht sepse Italia e humbi shansin që t'ishte në botëror. Këto janë disa nga rrugët e kryeqytetit. Kjo rrugë të nxjerr tek rruga e Elbasanit, që ndryshe. Në verë, thot Anëri, do të shkoj në Shqipëri, po një herë në Tropoj, megjithëse do të shkosh në Tropoj Anërit, sugjeroj të shkosh në Valbon. Nesër Italia loz me Anglin, 20-25, jam me Italin. Jam I tifoz italian. Jo se e ndjek shumë, nuk është se e ndjek shumë futbollin, por gjithsesi më pëlqejnë kur janë ndeshjet e forta. Sidomos më pëlqen shumë kampionati botëror, në fakt. Ndoshta në ndeshje të Champions League-s ose kur lozë kombëtare janë këtu. Mirë miq, në orën 18 është programuar një live stream tjetër që do të filloj një live stream I ri. Në orën 18 filloj me këtë live stream. Pas pak do duhet të shkëputem nga ky transmetim. Do të jemi bashkë shumë pak dhe do të rilidhem në orën 18:00. Dalë në të kuzinë, krau djathtë I imi të dërgon tek rruga Elbasanit, ndërsa pjesa majtas të dërgon në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ndërsa pjesa djathtas, pjesa ballore të dërgon pothuajse drejt qendrës kryeqytetit. Siç mund të shihet, është një zonë disi e ngarkuar me trafik. Do të duhet të kaloj një herë në anën e majt dhe më pas të kaloj në pjesën tjetër. Këtu është një kantier ndërtimi sepse po restaurohet piramida, kështu që është pak e vështirë lëvizja, gjithsesi me pak kujdes mund të lëvizësh lirshëm. Lana dje ishte pothuajse plot, po mbush me shiun intensiv, pjesa e pallatit me shigjeta, nuk e di nëse keni parë pamjet që janë transmetuar në rrjetet sociale. Pjesa tek pallati me shigjeta u bllokua totalisht nga rreshtet e shumta të shiut. Ka patur rrebesh shiu djeku në Tiranë. Jo vetëm Tiranë, pothuajse në të gjithë Shqipërinë ka patur rrebeshe shiu, që një kohë e keqe dje. Edhe sot duket që është pak kohë jo shumë e qëndrueshme, siç mund duket nga pamjet, pra qielli është gri, por janë pika të vogla shiu, kështu që shpresoj që ta përfundojmë edhe live streamin pa ndonjë shi intensiv, sepse do të ishte pak e vështirë që të transmetoja edhe unë. Ja ku
shohim lanën e gjelbëruar. Cili qytet të pëlqen më shumë, Tirana apo Tropoja? Nuk e di nëse më bëre mua këtë pyetje, por gjithsesi po përgjigjem, normalisht që më pëlqen Tirana, pavarësisht të zhurmës, ndërsa për të ndëjtur një javë me pushime ose 5 ditë me pushime, do të preferoja pa diskutim Valbonën, Tropojën, qytetet e qeta, normalisht që kanë dhe ushqimet bio, por personalisht preferoj Metropolin. Kur të vish këtu, hajde dëgjoje erën. Që si vjen. Kujdes nga makinat, thot, po tani edhe pa kujdes duhet në fakt, po nëse respekton shenjat sinjalizuese, mendoj se je i mbrojtur. Për Tropojën kam bërë 2 video, mos gaboj, janë në kanal, ku kam filmuar pjesën e qytetit. Por kam bërë dhe një video me makinë nga Tropoja. Mirë, atëherë po kaloj nëpërmjet kalasë të Tiranës, sepse më pëlqen shumë në fakt ajo zonë aty. Ndërkohë që do të kaloj më pas tek pjesa e shëritores Murat Toptani. Arditi thot semafora në Tiranë, se në Durrës s'kam pas semafora. Jo më Ardit ka. Unë kam bërë disa video nga Durrësi aty, i ken kanal, ka semafora ka, po ndoshta nuk janë shumë intensiv, sepse zakonisht semaforat këto i vendosin në zonat ku ka shumë intensitet lëvizje të qytetarëve dhe të automjeteve. Këtë zonë këtu e vizitojnë shumë turistë në fakt. Gjithmonë që vi këtu, shoh turistë të ndryshëm, sidomos italianët vi shpesh këtu te kjo zonë që quhet Kalaja e Tiranës. Ja ku po ju shfaq edhe një pjesë të rrugës që sapo kalova.
ndërtesat e larta duken kudo në Tiranë tashme. Mirë pra miq, atëherë po i drejtohem pjesës shëritore Murat Toptani. Kjo është pjesa më e bukur që më pëlqen këtu në Tiranë. Më pëlqen të kaloj shpesh këtu. Nije se bie pak shi. Përsëri ka lëvizje të qytetarëve, pavarësisht se ka një shi të imët. Arditi thot kur do të na vish në Francë. Ardit besoj se pjesa e tetorit e mbrapa do të jetë pjesa ku unë do të eksploroj disa nga qytetet kryesore të Europës, por ndoshta edhe më tej. Të shohim për këtë pjesë, gjithmonë duhet të themi kismet, sepse është distancë kohore prej 3-4 muajsh, 5 muajsh. Kështu që për çdo të re, ne do të njoftohemi këtu në faqe, tek kategoria e community, ku unë shpeshherë postoj foto ose tekste të ndryshme për projektet e radhës. Kështu që besoj se do të jemi pas shtatorit, do të kemi një ide më të qartë për projektin e radhës me qytetet ose kryeqytetet europiane më të bukura. Në fakt kisha planifikuar që këtë vit, por kam qenë shumë i angazhuar, në fakt jashtë masi i angazhuar me projektet e mia, kështu që kam rezervuar pjesën pas shtatorit, pra tetor e tutje, për të vizituar qytetet europiane. Mirë, sa po kaluam zonën pothuajse që më pëlqen më shumë me të bukur këtu në kryeqytet, siç është Kalaja e Tiranës. Dhe tashmë ndodhemi tek Pedonalia, ose siç njihet rruga Murat Toptani. Mirë miq e mi, pak më tutje kemi edhe tifozat që i dëgjoj në distancë. Kanë filluar të festojnë që tani. Kosova është zemra e Shqipërisë. Ja ku do të afrohemi, dal nga dal, te ky grup tifozësh që janë pozicionuar këtu në këtë zonë, sepse pjesa tjetër e tifozëve janë pozicionuar tek kullat, pra siç njihen ndryshe kullat binjake këtu në kryeqytet. Shikoni sa e bukur është kjo zonë. Ndërkohë po heq sfondi muzikor për arsye që të dëgjoni më mirë tifozat kuqezi, të cilët me sa duket kanë filluar të festojnë. Shpërndajeni këtë link miq, shpërndajeni ta shohin sa më shumë ndjekës. Suporti minimal këtu në këtë transmetim do të ishte shpërndarja e linkut dhe një like, nëse jepni një like videos, do të ishte një motiv më tepër për mua.
Ja ku kemi edhe tifozët Kuqezi. Koreografi e bukur në fakt nga tifozat tanë. Të shohim nëse do të rifillojmë përsëri. Mirë miq, atëherë mbanen në minimum komentet politike, komentet fetare. Nëse duket do të kemi një ovacion tjetër nga të ri. Ja pra miqtë e mi, si që votëre, një grup nga tifozat Kuqezi.
Pra ishin disa nga momentet festive të tifozëve kuqezi. Imagjinoni si ishte kjo zonë këtu në momentin që ishte ndeshja Roma Feyenoord. Pra të gjithë tifozët e Feyenoord ishin pollësinuar këtu tek pedonalja e Tiranës, ku ka patur edhe probleme mes tifozëve këtu. Është dëmtuar edhe një tifoz shqiptar. Pse se keni parë në media këtë gjë. Pra duket që tifozët shqiptar thjesht festojnë dhe mendoj se tifozët holandezë ishte shumë problematik. Këtë problematik e hasa dhe unë në dy momente, mezi kam kaluar, mezi kam bërë transmetimin, ku një tifoz aty edhe më ka penguar një moment, kështu që kjo nuk ndodhi tek tifoz italian. Njëjta gjë është edhe me tifoz shqiptar, që duken që janë shumë korrekt, thjesht festojnë dhe nuk pengojnë ose dëmtojnë njerëz të tjerë që janë afër. Ndërkohë që në pjesën e sipërme janë vendosur dhe flamujt në formë respekti. Kjo është zona më e bukur këtu në kryeqytet. Ndërkohë që në pjesën ballore është edhe zona ku ka qenë vendosur teatri kombëtar që u shen. Albert thot Anëri, a ke qenë në malin e Shkëlzenit, që është në Tropoj? Jo, nuk kam qenë aty. Vetëm në Valbon kam qenë dhe nuk e di se ku ndodhet kjo pjesë mali i Shkëlzenit në Tropoj. Jemi në transmetim direkt nga kryeqyteti. Intervista suedeze. Po s'flas dot anglisht. A i pyet dot ti anglisht? Ë? Jo, s'keti. Pyeti anglisht. Han frågar om han kan inte engelska så jag måste translate. Po mos e filmoj. Jo, s'ka gjë. Mund të flasë diçka për si duket Shqipëria ose diçka tjetër. Berätta om Albanien, vad tycker du om Albanien? Det är mycket bra. Mycket bra. Ja. Shumë mirë. Trevligt folk. Janë njerëz të respektueshëm. Någonting mer? Është hera parë që Ja. Är det första gången du har varit? Nej, jag tror det är 5:e gången faktiskt. Jag tror att det är hela pes jämt då. hera pest. Det känns som. Jag tycker det är ett jättebra land. Dy gjëra që të pëlqejnë dhe dy gjëra që nuk pëlqejnë. Okej, han säger två grejer som du gillar väldigt mycket och två som du inte tycker. Jag gillar mycket kultur. Och jag måste säga öl. Pëlqen kultura, këtë thot, jam shumë interesuar për kulturën për vendet, po këtu më pëlqen shumë kultura shqiptare, thot, edhe tha duhet ta them, pëlqen edhe birra. Po që nuk I pëlqen? Och två grejer som du inte gillar. Ingen fara säger han, Nej. bara du tycker. Jag har inget direkt som jag tycker illa om. Nej. Jag tycker att jag kan inte säga något dåligt. Det går inte. Jag har nu kom no jokes. Një do të thotë ai si s'ka. Nuk është. Ja, okej. Albania is not perfect. Ja, trafik, men det har ju blivit bättre också. Det har ju blivit bättre också. Mendova ta ndihmoj, pasi trafiku tha, po trafiku po prapta e shoh që është përmirësuar. Ushqimi si duhet ushqimi? Ushqimi, ja. Maten. Maten, jag tycker det är jättebra också. Shumë mirë. Ja.
për qofte të gjonat, do të shu gjonat thjeshta, kupta, nuk du shu luksin. Edhe unë të isha tani, unë ko pa t'i qoftë. Qoftë që të dziki. E qarë kanali jeni? Ne jemi në YouTube, Albert Videomaker. Albert Videomaker. Po. Se kam... A shofim do të një live në kështu? Po, mund t'a shikosh të tani direkt. Klar. Thank you. Faleminderit. Very much, faleminderit. Albert? Videomaker. Ose mund të shkuar Shqipëri, Izrael, sepse unë po pasqyroj emocionet parandeshjes, më kupton? Të Tiranës, të kryeqytetit. E gjete? Videomaker. Bashk, s'ka problem. Ja. Besoj se do të dalë tani. Ja ku jemi tani. Mirë, ju përshëndes. Si Suedi? Suedes, si e thon faleminderit? Taksimyke. Taksimyke. Faleminderit. Bëj fillim ke. Po, patjetër. Po sa kohë ka që rrinë këtu? Sa rëndësit ka i të mund t'i lebonë? Ciao. Hajde. Mirë pra miqtë e mi, si që futëre. Ishim me disa njerëz shumë të mirë suedez, si që futëre nga intervista, djaloshi që i shoqëronte, me tha që edhe mund t'i intervistosh. Kjo ndodh vetëm në qytetar shumë të kulturuar europian, si që ishte edhe grupi i turistëve, që tentova t'i shkëpus 2-3 mendime, se kush janë gjërat më të mira që të pëlqejnë këtu në Shqipëri, ose kush janë gjërat që nuk i pëlqejnë. Mirë. Problemi im është anglishtja, që nuk është ndonjë anglishte shumë perfekte, por më ndihmoi djaloshi që ishte me ta, kështu që besoj se morëm opinionet e tyre në transmetim direkt. Teuta pyet Alberta do të jesh stadium. Jo, Teuta do të jem vetëm në pjesën e jashtme, pra do të transmetoj emocionet para ndeshjes. Sepse nuk lejo transmetimi direkt në platformat të tjera, përveç se në digital. Pra, është e palejueshme kjo gjë në platformat siç është platforma që unë po transmetoj aktualisht. Ky është edhe Bunkart, është muzeu historik, ku janë të vendosura disa nga fotot, ose ka aty brenda tij ka shumë element të sistemit komunist, historisë Shqipërisë. Ndërkohë do të pozicionohem në krahun tjetër të rrugës. Pak e vështirë për të kaluar këtu, sepse mungon semafori në fakt. Është pak problem. Pjesa për të kaluar në anën tjetër të rrugës. Tani do të duhet të kaloj pak nxitimsi. Mirë miq, paka shumë jemi në pikën ku kemi nisur transmetimin, pra nuk jemi shumë larg qendrës. Pjesa e shiut do të jetë problematika e ditës sotme me sa duket. Mirë miqtë e mi, atëherë do të duhet të shkëputem, sepse do të rilidhem në një link të ri në orën 18. Për ta saktësuar do të duhet ta shikoj nëse është 18 apo 18:30. Dy momente sapo të shoh linkun ku është programuar transmetimi drejt për drejt. Aktualisht ndodhem afër Bashkisë së Tiranës.
Okej, atëherë do t'jemi në këtë link në 18:00, ndërkohë që kemi edhe countdownin që na njofton që për 13 minuta duhet të futem në këtë link. Pra do t'jem në këtë link në 18:00. Ndaj do të duhet të shkëputem nga ky transmetim për të rilidhur në linkun e ri i cili është planifikimi për pasditën e sotme. Pak e vështirë edhe për të lëvizur, për të transmetuar sepse lëvizja me çadër është pak problem. Mirë miq, atëherë do të rilidhemi përsëri pas 10-12 minutash në linkun që ju tregova pak më parë. Pra mund të futeni në kanal dhe mund të abonoheni aty duke klikuar në botonin subscribe, sepse në këtë mënyrë ju nuk do të humbisni asnjë nga postimet e reja ose transmetimet direkte që unë planifikoj ose programoj këtu në YouTube. Atëherë ju përshëndes dhe rilidhemi në 18:00. Mirupafshim 18:00 pas 10 minutash do t'jemi direkt bashkë përsëri. Do t'ju pasiroj emocionet parandeshjes Shqipëri-Izrael afër stadiumit Air Albania. Atëherë ju përshëndes.